ajo paraqit në vitin 92 për me realizu një album. Në atë kohë bashkëpunoni me kompozitorin minjor Pjetër Gaci dhe morëm përgjegjësitë për me realizu këtë album. Një nga krijimet që pati fatin në nis një rrugtim si ai që dihet sot ishte edhe kënga Kamilot.CR, që është titulli origjinal sepse mendojmë Kosovën e vitit 1992. Pra, edhe titulli Kuptim plot që ju vu këngës në atë kohë, që është edhe vargu i parë i këngës, është shkruar në realitetet caktume. Erdhi dita që kënga gjeti shtratin e vet të Mirëfillt, ku ndaq Kosova, ndaq Shqipnia përfaqësojnë një etnos kulturor të një kombi. Një faktor shumë i rëndësishëm i gjetjes ishte edhe marrëdhënia me poetin Alfred Çapaliku, i cili më bas 3 haku unë me një herë rrëfeva interesat, dëshirat e shkurtës dhe nga ngarkesën teme emocionale që u bë mandej e përbashkët me Alfredin. Sot jam i kënaqur që kënga ka mrit të ketë kaq shumë popularitet dhe vetë njerëzit pa ditë se kush është autori, pa ditë edhe se kush është këngëtari i parë që e ka kënu, ta fishkullojnë ose ta kënojnë duke filluar që nga një fëmijë e deri tek një më shumë. Kënga nuk ka ma kufi. Mendoj se do të ketë kanë pjesë e një energjie që ka mbush me shpirt të gjithë zhvillimet patriotike në momentet kulmore të situatave në Kosovë. Kënga është paçësore, kënga nuk thret për luftë. Thret shkurta metet modeli një këngëtares që i rrin besnik karakteristika stilistike të interpretimit të muzikës son kombëtare. Pra, shkurta për mua është një individualitet artistik dhe individualitetet janë të papërshtatshme. Janë krejt origjinale, që mi bazën një traditë shumë pasur sjell një fenomen të ri. Në të vështimun e shoh shkurtën që ka realizu misionin e vaj e saj me një personalitet të spikatur. Sigurisht, në këtë vështim e ka kryer një mision shumë të lartë, sepse ka shërby popullit vet, ka shërby kombit me artin që ka sjell dhe me këtë individualitet që metet një pikë studimit dhe referencit edhe për muzikantët e ri.